A cili është roli i Kurtit nëse ka një emërus përbashkët minimal për faktorin shqiptar që është forcimi ynë kombëtar, pavarësisht se ku jemi. A i shërben Kurti me kundërvënie ndaj Bashkimit Evropian, për asociacionin, për negociatat me Serbinë, a i shërben forcimit ton kombëtar me statusin që ka Kosova sot, apo me problemet që kam në komunikim me Shqipërinë politike, apo bënd kundërtën? Cili është... Unë e shoh pozicionimi i Kurtit është pozicionim nacionalisti, pra për interes kujt, për çfarë kosovarocentrik apo shqiptarocentrik? Besoj se për momentin është kosovarocentrik, sepse do që të ngrej shtetin e tij, ta bëj të njohur. Ai që erdhi me idenë e bashkimit kombëtar. Besoj se kur je në detyrë, dhe unë këtë e kam shkruar, është kritike e madhe për Kurtin, sepse kur je jashtë detyrës së politikanit, ti punon me teza metafizike. Pra, me tezat e cilat presupozohet janë teza përtej shqisore, pra ti vetëm bën kontemplet. Pra, kur vjen dhe e shikon nga politikën së brendshmi, ajo pasaj të detyron të ripërtypësh ato teza që ke dhënë më parë. Dhe unë e them gjithmonë këtë pjesë, që në shpesh pozicioni i Kurtit është pozicion tepër metafizik për një real politik.